Pamjet e përplasjes mes protestuesve dhe forcave të rendit në Zvërnec bën xhirën e mediave dhe e kthyen një debat lokal në një çështje me interes kombëtar që tashmë është kthyer në një protestë që për të 9-ën ditë me radhë vijon të mbahet në kryeqytet. Në sipërfaqe debati lidhet me projektin turistik që parashikohet të zhvillohet në zonën e Zvërnecit, por për banorët konflikti nis shumë herët. Ata pretendojnë se prej dekadash përballen me paqartësi ligjore mbi pronat e trashëguara, mungesë të dokumentacionit përfundimtar dhe procese të pasgjidhura të njohjes së pronësisë. Pas protestave dhe përshkallëzimit të situatës, SPAK nisi verifikimet lidhur me çështjen e pronave në zonë. Fillimisht u raportua se ishte bllokuar transaksioni i shitblerjes së tokës për të hetuar lishmërinë e titujve të pronësisë dhe origjinën e tyre. Juve që thoni jeni në gjykatë, do të merrni nga gjykata letrën që jeni pronar legjitim trashëgimtar, atëherë ju do keni akses në atë fond dhe do merrni paratë. Qofse banori ka marrë tokën me 7.501, i morën thot formularët e 7.501, por na than se e keni në përdorim. Kjo do hetim. Në këtë mënyrë, ajo që fillimisht u paraqit si një debat për mbrojtjen e Medisit dhe ndikimin e një investimi strategjik, por shfaq edhe një dimension tjetër, atë të konfliktit të pronësisë. Për shumë banor të Zvërnecit, protesta nuk është vetëm kundër një projekti turistik, por edhe një mënyrë për të kërkuar zgjidhje për çështje që sipas tyre kanë mbetur të hapura prej më shumë se 3 dekadash. Çfarë do të ndodhë me çështjen e pronësisë dhe a do të ketë një zgjidhje përfundimtare për banorët që kanë pretendime për pronat e tyre? Mirëmbrëma në Top Story. Kushdo që e sheh atë moment të zvarritjes së një qytetari apo një individi i cili do qoftë në të drejtë të vet, por edhe sikur mos ishte kështu, është një pamje e cila pa diskutim shkakton revolt, inat, shkakton një kundërpërgjigje e cila nuk është as pak e denjë kur në prezencë është policia e shtetit. Kushdo që ka bërë analizat ditët e fundit, në këto 9 ditë protestash dhe para protestave, ndërsa pamja bënte xhiron e rrjetit, më pas kuptoj apo rezultoj që kjo ishte shkëndia për disa, apo pika e fundit që derdhi gotën e mëris sa i përket qeverisjes aktuale. Nga ana tjetër, ajo që po ndodh në bulevardin kryesor nuk fokusohet thelbësisht dhe vetëm te kjo çështje, por ndërkohë as janë ata që munden ta anashkalojnë çështjen, as janë ata që munden të qëndrojnë vetëm te kjo çështje duke mos i dhënë atë fokus qartësie se çfarë pritet të vijojë nga kjo lëvizje dhe mbi të gjitha çfarë pritet që në rastin e shkëndijës që nisi me pronat në Zvërnec të mund të zgjidh duke shkuar tek zinxhiri i problemeve hallk pas hallke. Kam 4 të ftuar në studio, por kam shumë më tepër të ftuar në një studio tjetër paralele, që kam, le të themi sontet, shumë pyetje duke e falenderuar me shumë respekt protagonistin e kësaj ngjarje ose iniciatorin për fatkeqësi, jo për fatmirësi, Eduard Subashin,
i cili është individi që, ndërsa ne nisnim emisionin, sigurisht ka parë veten sërish në atë insert dhe regjia do ma mundsoj një lidhjen me Eduard Subashin dhe me përfaqësinë e disa pronarëve të Zvërnecit që ndodhen në atë studio paralele atje. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Top Story, Eduard. Okej. Kur të... Po, ka një ndërhyrje në telefon. Mirë, kam 4 ftuar në studio, si që thash. Arion Sulo, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Arjan Curi, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Ervin Karamuqo, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faik Basha, mirëmbrëma, dhe kënaqësi që ju kam juve këtu. Do të kemi këtë lidhje të drejtë për drejtë. Eduard, mirëmbrëma. Më dëgjoni? Tani të dëgjoj, të dëgjoj mirë. Dhe të shikoj mirë dhe ju shikoj mirë. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit shumë që nëpërmjet emisionit tuaj ngrihet dhe zëri jon drejt qeverisë. Unë jam ai personi që qytetari që troqa zvar atje. Po. Për të drejtën time në tokën time. Dhe të gjithë këta njerëzit këtu që janë pronar të asaj pjese. Eduard, për ta bërë... Janë pronar të asaj pjese dhe i kanë të gjithë me dokumenta. Qartë. Eduard, për ta bërë të ndjeshme, se nuk është vetëm çështje materiale, për mua prona është materiale, por shpirtërore, shumë e fortë, sepse është trashëgimia më e madhe e punës njerëzore, e fruteve njerëzore, e pemës së familjeve tona. Është gjithçka. Nëse prona nuk është... është gjithçka që në rrisë me traditat tona. është gjithçka që na kanë lënë prindrit tanë. Nuk mund të na e marrë askush. Po, për para se në mënyrë të tillë. Po, Eduard, para se të shkojmë tek prona, që është shumë e shenjtë, me të drejtë për këdo, unë dua të di ndjesitë tua kur shikon këtë video dhe të ma përshkruash pak si ndodhi vendimi yt, si erdhi çasti që të tërhoqën, si e more vendimin të kalosh atë gardhin, pastaj protesta përpara dhe pas. Çfarë mendove ti kur shkove të ndaloje punimet aty, një individ me 2 duar për të mbrojtur, le të themi, kokën tënde në raport me forca sigurie? Të gjitha ndjesitë tua më interesojnë sonte. Neve shkuam aty, do me thëmë, për të bërë një protest miqësore, plotësisht miqësore, dhe shkova atje tek ai gardi që duket atje tash te videoja juaj, të pyes për çfarë arsye është vënë një gard i Palestinës, se nuk vetëm ajo ikon më vjen në mendje. Për çfarë arsye, do me thënë, është thurur toka ime, se me këtë koncept nesër mund të shikoj një gard përpara shtëpisë time, edhe mos të kem të drejtë të hyj tek shtëpia ime, sepse do ketë përsëri polici për jashta, do ketë ata sorat e zeza që ishin atje brenda. Si do vej, do me thënë kjo punë, gjithmonë duhet të përplasemi me dhunën. Çfarë po thoje ti në ato momente? Çfarë po thoje në ato momente që u tërhoqë? Çfarë i the atyre që shkoi situata në nxehje gjakrash dhe të kapun për krahas? Thjesht i thash, do me thënë, për çfarë arsye është thurur ky gard. Po. Dhe direkt u vërsulën, më morën dhe më troqën zvarët. Është ajo ikona që shikoni dhe juve. Pra ti thua aty pse është vënë gardi? Unë nuk isha agresiv me asnjëri, thjesht bëra një pyetje. Tek momenti që ti ngret duar, çfarë je duke i thënë? Ma përshkruaj veten. Asnjë, do me thënë, këtu është toka jonë, është shtëpia jonë, nuk kemi ardhur për të bërë diçka tjetër. Për çfarë arsye është vënë gardi? Okej. Ti atë tokë e disponon sot? Kur i thua atyre kjo është toka jonë, është tokë, më qartëso tani, e pretenduar apo e disponuar? Pra, është një tokë që ti e pretendon, apo? Kam dërguar te redaksia juaj tokën të gjithë neve këtu, të gjithë banorët, qytetarët e atij fshatit, i kemi të gjitha me ligjin 7501 dhe i kemi marrë tokat atje ku ka qenë tokat e gjyshërve tanë. Pra ato janë tokë e paraarzëve tuaj, e familjeve tuaja. Është terren në cilën është një pronë e vjetër, nuk është një pronë e kthyer me kompensime.
Regjia, më ndihmoni ta shikoj Eduardin. Qëllon dhe telefoni, më falni. Po. Të gjithë, do me thënë, kemi atë dolar në vitin, pa të regoj dhe këtu, se kemi dhe me vete. Ajo është? Ndërpritet sinjali her pas here. Okej? Kjo është, më ndihmo Eduard, sepse emrat këtu nuk lexohen mirë. Po, i kanë dërguar të redaksia juaj, i kanë dërguar në fotografi. Okej? E kemi të shfaqur në wall. Atje ku ishte bërë Përsëri kanë probleme me linjën, qartësisht. Ne po lidhemi, regjia ma qartësoni. E marrin në telefon, më thotë regjia, gjatë gjithë kohës që ka hyrë në lidhje të drejtë për drejtë. Interesant është Karamunço që e marrin në telefon. Do të qartësohem me ty se ç'ndodh në këto kohë të vështira lidhjesh dhe në fakt. Ajo është një skenë që na ka trishtuar dhe zemëruar shumë të gjithëve. Unë e kam thënë që ditën e parë, jo vetëm për mënyrën se si ishte organizuar bllokimi i asaj, pjesës së Bregdetit, por edhe për shkak të një neglizhence që pati policia dhe kokëpërulësi ndaj këtyre formacioneve në thonjza paramilitare që u vendosën aty. Arrestin në flagrancë për këtë trespassing të pronës. Mund ta bëjë çdo individ sipas ligjit, por në mungesë të policisë dhe lajmëron me njëherë policinë. Në momentin kur e bën aty dhe ka prezencë policie, referohet për heqjet paligjshme të lirisë, dhe ajo ka ndodhur. Po pse s'ndërhyri policia? Ata s'kishin pse e tërhiqnin personin brenda, po e dorëzonin policisë dhe policia e largonte. Policia aty ka ngrënë për vete gaz lotësjellës. Po pra, ajo është pamje. Pamja e parë ajo është e papranueshme. Eduardit që dërgjin zvarr dhe pamja e dytë është policia që i ruhet atyre tjerë. Ka qenë prezenca me njerëzshme që vajti pasaj e vetë ministrit brendshëm, e drejtori i përgjithshëm policisë, edhe sot që ne flasim, AMP-ja me urdhët ministrit brendshëm, që vazhdon bashkëpunimin me prokurorinë, po çon drejt akuzës për shpërdorim detyre, jo thjesht curi disiplinore për disa prej efektive të lartë të kupolës drejtorisë së qarkut Vlorë. Vetëm për këtë, sepse kjo nuk duhet ndodhë më në Shqipëri. Pra, shteti ishte jashtë gardit, ata ishin brenda gardit. Dhe e gard ka një gjë që më duhet ta sqaroj. Aty ka ndodhur një ngjarje para 3 ditësh, siç thoshin vetë banorët. Gjatë natës janë futur disa persona të maskuar dhe kanë djegur disa makineri të shtrenjta që ishin vendosur aty për të bërë këto infrastrukturat paraprake, i kanë djegur. Dhe që nga ai moment ishin vendosur masa siguriu, vendosën kamera, kjo e tjerë. Po a ishin të përshtatshme këto? Pra, duhet i bënte privati këto, apo duhet kishte një ndihmë nga policia etj, sepse ajo që percipitoi ishte edhe për shkak të këtyre. Por që ka ndodhur dhe kjo histori, pra ka pasur dhe një akt të dëmtimit të gjithë tyre makinerive që policia po heton, por nuk di se nga kush. E kam zotin Subashi, besoj. Eduard. Ju lutem, po. Po, më prezanto kë ke me vete sot. Ju ndodheni ku ndodheni ndërsa ne komunikojmë? Ndodhemi në Athinë tani. Okej. Janë të gjithë banorët e fshatit, janë një pjesë e banorëve të fshatit, domethënë. Okej, zonja që keni afër janë mbledhur këtu të gjithë për të njëjtin problem dhe për të njëjtën çështje. Zonja që keni afër? Është kushuri Raime. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe ju jeni pronare në këtë zonë apo jo? Po. Qartë. Eduard, tani mbeti pa qartësuar. Ti më thua që jeni në pronat e vjetra të familjes tuaj. S'bëhet fjalë për kompensim apo element tjerë. Po. Demba Baden, siç tha dhe kryeministri i Shqipërisë, që ajo prona është private Demba Baden. Nuk e di kë nënvizonte atje, sepse me sa duket nuk thoshte për neve. Nuk figuronte ne, dikush tjetër figuron. Tek shprehja e kryeministrit. Më ndihmo tani të lexoj familjet me ç'kuptoj unë këtu. Shiko, lexoni certifikatën përsipër që keni, që shkruhet. Akti marrje së tokës në pronësi, në mbështetje të ligjit për tokën 7501, në 19/7/91, familjes Sena, mos gabohem, dhe Subashi.
Po, Sena Lukas Ubashi, është mama ime, është apia ime familjare. Është nëna juaj nga fshati Zvërnec, i jepet në pronësi Top Gjisej 12.725. Sipër dal nga arshiva e ZRPP-s Vlorë, numri regjistrit 6177. Tani, keni numri rendor me sa duket të metrave korespondente dhe emrat që janë këtu, Eduard, unë ku me e lexoj qartësisht, kjo është vëndi ku ndodhet Ngastra. Ajo pjesa që ishte rrethuar, do më thënë, i përket dalanit. Po të shikoni me imtësi atje brënda, do më thënë, lexohet, do më thënë, janë 4400 metra, po flas për atë Po, e shoh, ajo që thuhet ar. Po. Ar, bravo. Më trego më përpara arës, pra ato që keni në zona të ndryshme, ju jeni tek kjo vetëm 4400-a? Jo, janë të gjithë do më thënë, banorët e Zvërnecit, të gjithë kanë toka atje, të gjithë kush ka 2 lym, kush ka 5, kush ka 10, kush ka 3, kush ka 1. Ne flasim vetëm për tokën arë. Nuk flasim për lëndina, nuk flasim për pyje. Oke, jo për ullishten, je duke më qartësuar. Edhe ullishtja është aty, shkruhet dhe aty. Po problemi jonë më i madh është që neve nuk bëjmë dot asnjë lloj veprimi në asnjë zyrë. Nuk bëjmë dot asnjë gjë. Jemi të bllokuar, jemi të zbaritur dhe nuk gjen zgjidhje në asnjë vend. E kemi hedhur çështjen në gjykat, kemi fituar atë gjykatën e parë, gjyqin e parë. Përsëri jemi prapë në gjyq, nuk e kuptoj pse duhet neve të vrapojmë prokurorive dhe gjykatave. Kur ka nisur procesi gjyqësor? Eduard, kur ka nisur procesi gjyqësor? Në 2006. Në 2006. Në 2006. Nga 2006 deri tani, ju keni fituar një shkallë, shkallën e parë. Po, e kemi fituar. Në 13 e fituar. Në vitin 2013. Oke, u deshën 9 vjetë për tu trajtuar prona nga 2006 në 2013. Nga 2013 në 2026 janë dhe 13 vite të tjera. Qa ka ndodhur këto 13 vite të tjera? Nuk ndryshoj asnjë gjë. Kur shkonim në kadastra ose në zyrat përkatëse, kishim përsëri të njëjtën përgjigje. Nuk ka dalë ligji për Zvërnecin. Zvërneci është i bllokuar. Zvërneci është i bllokuar. Do me thënë, tokat i ka dikush tjetër, do me thënë, asnjë zgjidhje, as për ullinj, as për tokat, as për një parcel toke, nga askush. 7 vitet e para për një shkallë, shkalla e parë. Pastaj, shkalla e dytë, pse nuk dilte dita e gjykimit, dita e gjyqit? Po, mbahet peng. Si e shtynin gjykatat? Duke anulluar. Sepse? Me çfarë procedure? Bazuar në? Mungonte dikush, mungonte filani, mungonte filani. E dini tani se si funksionojnë gjërat aty. 13 vite. Kur është diçka për të mbajtur peng, janë të gjitha mënyrat më të përshtatshme gjenden në Shqipëri që të na mbajnë peng. Mirë. Kuptova deri këtu. Eduard, këtë pronë, ka mbi vendosje, e ka marrë dikush tjetër? Si duket po? Po përderisa nuk më japin certifikat pronësia as mua as njërit nga të gjithë personave që janë këtu, patjetër, sepse unë shkoj në zyrën përkatëse dhe kërkoj certifikat pronësie. Dhe është çdo gjë e bllokuar. Përgjigja është të mbi vendosur. Ashtë nuk ma ka thënë do me thënë dikush, po me sa di ka mbi vendosje, prandaj nuk japin letra. Ka mbi vendosje. E dini ju se kush është? E dini ju se kush është personi që... Nuk e dini? Nuk e di dhe nuk më përket iq se kush është ai person. Unë dua, do me thënë dhe të gjithë neve këtu kërkojmë të zgjidhet çështja e tokës, si qytetar të lirë që jemi, si një vend demokratik që është Shqipëria, neve po shikojmë nga Evropa, po si mund të ecim neve përpara, duke pasur kaq probleme të mëdha. Ju që jeni aty, jeni pronar të kjo 12.000 apo më shumë terrene se 12.000? Unë nuk pretendoj asgjë më tepër nga ajo
certifikat aty Ti, pronësie. po zotërit që janë Dhe të brapa, gjithë- dhe të ju gjithë që që jeni janë aty, këtu- çfarë sipërfaqe Si? toke përfaqësoni? Vetëm tokat bujqësore. Tokat bujqësore, arat. Po, arë, Okej. toka arë. Okej, qartë. Do me thënë, nuk flasim për pyje, nuk flasim për tokat që nuk undan, për lëndinat, për shembull, për gjëra të tilla. Nuk pretendojmë diçka tjetër, do me thënë. Sepse ato ishin shtetërore të tjera. Tashi, si kanë kaluar te dikush tjetër, me çfarë mënyre, si janë bërë, si janë manipuluar ato gjërat, atë duhet ta kërkoj shteti. Nuk përgjigjem dot unë për atë punë. Okej, Personalisht. deri tani, pasi çështja ka marrë këtë përmas sa i përket Zvërnecit. Po. Ju ka ardhur ndokush t'ju qartësoj, apo ka lëvizur ndonjë gjë nga institucionet e kadastrës, të së drejtës e tjerë tjerë? As edhe njëri të thotë gjën më të vogël fare. Pra Shikojmë ti u vetëm kape ato... Ti u kape zvarr, Si? ti u Po. more zvarr, u traumatizove, Po. pastaj u bë me dije që po kërkon të drejtën e pronës tënde. Dhe nuk ka asnjë reagim Patjetër. institucional për qartësuar se çfarë ndodh me një pronë që ka 13 vite që nuk shqyrtohet në gjykata nga shkalla e parë në shkallën e dytë? Po presim shteti, do me thënë, dhe neve ndjekim nga juve, mësojmë se ç'bëhet aty. Shikojmë që çështja jonë, do me thënë, ka kaluar në SPAK, Po, edhe po jemi deri atje, sepse fuqia jonë është e kufizuar këtu, nuk kemi mundësi të bëjmë shumë gjëra. okej, ka ndokush nga ju thirrje nga SPAK-u për të dëshmuar? Jo, Jo. asnjëri. Pra ju vetëm e dini që SPAK-u ka nisur hetimet kryesisht apo vetë dhe nuk ka ende kemi kontakt mësuar me nga ju. televizionet shqiptare. Po, nuk ka Po, ende kontakt asnjëri, me ju. jo. S'ka pasur. Jo. Okej. Sa vite ke që nuk jeton në Shqipëri? Unë jetoj dhe në Shqipëri dhe në Greqi, do me thënë, vemi, vim, do me thënë, po, Okej. jetoj Mirë. 30 vite në Greqi. Mirë, në rast se dikush aty do të më thotë diçka përpara se ta vijoj diskutimin në studio qëndroni, por nëse dikush nga pronarët e tjerë po. do të thotë diçka, është i mirë pritur. Po, le të flasim, të gjithë këtu janë pronarët e tokave. Të gjithë kanë një pjesë toke, si që kanë Kthej edhe unë. pak kamerën nga zotrit Po. e tjerë ose të ulet afër teje, sepse duket që mirë mbroma. Mirë mbrëma. Mirë mbroma, kënaqësi. Juve jeni? Më dëgjoni apo jo? Plotësisht. Po. Unë jam Lazari. Dhe dua të përgjigjem në pyetjes që bët Eduardit për tokat. Tokat e fshatit Zvërnec janë ndarë me ligjin 7501. Se cili mori në bazë të gjendjes familjare, do më thënë të certifikatës familjare që kishte deri në vitin 1991, në 1 gusht të vitit 1991. Po. Do me thënë, të gjitha tokat bujqësore që ishin në Zvërnec, u ndanë në bazë të atij ligji, se secili nga familja mori pjesën që i takonte. Dhe Qartë. të gjithë morën në bazë të pronës që kishte gjyshi dhe stërgjyshi dhe më shkojmë mbrapa. Do me thënë, çfarë dua të them? Dua të them që unë mora atë pjesën që më takonte në bazë të gjendjes familjare që kisha, në bazë të ligjit 7501, mora mbi tokën e gjyshit tim. Qartë, e kuptova. Më Që në kuptua? filles Lazar. Lazar, Po. mbi emri juaj? Po. Mbi emri? Ëhë. Thanasi. Gëzohem. Thanasi. Këtë e ku- Dhe ne i morëm ato tokat, më falni, ne tokat i morëm në pronësi, jo në përdorim. Qartë. Në qoftë se shikoni, Ëhë. E Apo keni jo? marrë në pronësi. Po nëse e keni marrë në pronësi, Janë toka çfarë në problemi ka pronësi. me pronën? tani, çfarë problemi kanë pronat? Po, Certifikojmë dot. Nuk i certifikojmë dot. sepse? Vemi në zyrat shtetërore, dhe gjejmë gjithë portat të mbyllura. Pra. Çdo të thotë kjo. Prit, një moment, Vemi sa të Lazar, marrë të certifikatën lutem nga kadastri. Po. që ta kuptoj një audiencë shumë e Po, më gjerë. falni. Njerëzit të kuptojnë Po. gjërësisht, si procedurë. Pra, ju thoni që
kartoni tregon që e keni marrë në pronësi. Po. Ndërkohë nuk aplikoni atje dhe nuk merrni certifikat pronësie. Pra ato që duhet ta japi shteti të rifreskuar. Pra të freskët me datën kur ju e kërkoni, periudhën që ju e kërkoni. Tani pse keni shkuar në gjyq në rast se e keni marrë në pronësi dhe keni shkuar në shkallën e parë? Për cilën arsye? Kemi shkuar në arsyen se kur shkuam për të marrë certifikatën e pronësisë, na thoshin që janë të mbi vendosuar. Po, qartë. Do të thotë që dikush tjetër shkoi dhe i kaloi në kadastër dhe nuk e di se si e arriti asaj pune. Ajo është pune e spakut dhe drejtësisë së qeverisë shqiptare. Por jam e bindur që dhe ju e dini kush është përfshirë në atë lojë, kush është futur në... Jam e bindur që ju keni informacion, po nuk të detyroj të thuash emra të fusë në konflikt. Nuk dua, Lazar. Por jam e bindur që ti e di shumë mirë se kush ta ka uzurpuar pronën. Thënë këtë, në çfarë viti ndodhi mbivendosja, që ju kuptuat që kishit mbivendosje? Në 91-shin është dokumenti juaj, kur e kuptuat që kishte mbivendosje? Në 96-ën. Në 96-ën? Në qoftë se s'bëj gabim. Paka shumë. Më fal, në 2006-ën. Në 2006-ën? Ju kuptuat që kishte mbivendosje? Po. Qartë. Tani, në atë periudhë në 2006-ën ju shkoni në blok për ta hedhur në gjyq të gjithë pronarët? Po. Apo ju kishin coptuar, dikush kishte bler ndonjërin për t'ju përçar dhe për t'ju justifikuar mbivendosjen, siç rëndom ka ndodhur? Atë nuk e dim, atë nuk mund ta vërtetoj atë. Okej, mirë. Por mund t'ju them se që në 91-shin deri në 26-ën që jemi tani, në këtë moment që po flasim bashkë, ne paguajmë taksat e tokave. Që janë sa, për kuriozitet? Paka shumë. Ato toka që na i kanë dhënë në pronësi. Jo, sa është taksa? Taksat e tokave. Taksa. Jo, dakord, po sa? Në vlerë financiare që ju vijoni paguani. Ne vazhdojmë të paguajmë. Sa është taksa? Edhe sot. Taksa nuk është për është në bazë të metrave katror që ke përfituar nga ligji 7501. Po. Dhe ju e paguani për vitet. Unë për shembull unë si familje, se isha më e vogël si familje, mund të paguaj më pak se njëri që ka një familje të madhe, se ka marrë më shumë se mua. Po. Metër katror. Në bazë të metrave katror që kanë marrë, paguajnë taksa. Të gjithë shati. Bile janë... Hipoteka ka duplikat ato. Janë të regjistruar gjithë tokat të shtatës. Këto janë taksat që paguajmë. Qartë. Keni paguar dhe në vitet në cilat keni pasur mbivendosje, domethënë. Po, në të gjitha vitet. Pra shteti nga njëra anë pranon taksën si pronar, nga ana tjetër nuk të njeh ty si pronar. Okej, interesant është. Pra, mirë. Po. Tani ju shkuat atje. Ka revolta. Më falni se ka dhe ndërhyrje. Po patjetër, për atë është që ta thot fjalën e vet. Thjesht të afrohet afër mikrofonit dhe të ma thot. Lazar. Hajde tu, zotëri. Po vjen. Shumë mirë. Më falni, se jemi në live tani dhe jeni të mirëpritur, t'jeni rehat. Se keni... Unë jam i zoti taksave. Ky zotëria është e çik më i madh se ne dhe i di më mirë gjëra se si ka ndodhur. Ma shpjego si shkon e paguan taksën kur nuk të njihet prona. Ato dalin automatikisht në bashki. Si paguan taksat kur nuk të njihet prona. Si ti merr shteti taksat kur nuk të jep certifikatën? Shteti nuk të njeh sot. Nuk e di, ato ta gjej shteti. Prandaj po ju pyes. Shteti nuk njeh njëri tjetrin. Po, prandaj po të pyes. Dikur e di ç'a ndodhej. ndodhi? Shkonim në komunë për të marrë një familjare dhe e di si na thonin, shkoni paguani taksën se nuk ju ja japin certifikatën familjare që kërkoni për çdo lloj pune që deshim të bëni. Okej. Mirë. Vine me pagonim taksën
i jepni faturën e pagesës tek zonja zotëria që nxirrte ato certifikatet familjare, certifikatet që dëshin për letra të ndryshme, pastaj në gjendje civile, edhe pastaj na jepnin atë. Domethënë pagonim në taksën e më mbrapa na jepnin certifikatet që kërkonin. Ose dokumentat të ndryshme. Rasti bëj freskë tuaj, rasti më e freskë dikush është. Që të marrish pension tani të kërkojnë taksat e tokës. Ata që marrin tani pensionistët e rinj që marrin, puna e parë që kërkojnë letrën e taksave të tokës. Nuk e dini këta, nuk keni informacion. Është shumë mirë që po e thua të gjithën. Nuk e di, Nuk e di, po prandaj po na pyet. nuk vjen informacionet të vendet që duhet, edhe nuk dim çfarë bëhet. Qartë. Mirë. Lazar, dhe me Eduardin. Po. Dhe ju të gjithë. Sot shqetësimi juaj është t'ju njihet prona dhe mos ndërtohet aty, të ndalohet, apo t'ju njihet prona dhe t'vijoj investimi. Si është qëndrimi juaj tani dhe si mendoni që duhet të ndodh situata më tej? Qëndrimi jonë është vetëm një, të na njihet prona. Nëse nuk na njihet prona, si ka mundësi neve, do me thënë, nuk na njihet prona, të kemi ide në duhet të bëhet apo jo investimi. Qartë. Pra ju qëndroni të na njihet prona e tjerë. Dhe nuk keni tani në dienin tuaj, ajo mbi vendosja është me certifikat pronet regjistruar? Pra ai tjetri ose ajo tjetra që e ka mbi vendosjen, ka certifikat regjistruar dhe të ketë të drejtën të vijojë investimi atje? Atë gjë atë gjë nuk mund ta vendosim ne, nuk kemi ide, domethënë për atë gjë sepse. Jo, çfarë dini pa, nuk ju kërkoj ta vendosni. Çfarë dini se mund të ndodh? Ose që ishte duke ndodhur? Ose që ishte duke ndodhur? Nuk dim gjë. Mund ta bëni dhe një herë pyetjen? Po, Lazar, më dëgjoj. Aty u rrethua. Pastaj se si u rrethua, lejoi rrethimi, s'lejoi rrethimi, diskutim tjetër i madh ky që do ta bëjmë shkallë për shkuar si shkoi deri ke rrethimi. Por u rrethua dhe ju u vendosët, më dëgjoni pak, u vendosët përballë faktit që pat një rrethim aty, tel me gjemba. Po. Çka do të thotë që dikush që e ka atë pronë do ketë dakordsuar derisa juve nuk ju a japin në regjistra certifikatën e pronës, juve shkoni në gjykat dhe nga 2013 deri tani gjykata të bllokojnë sipas jush në 13 vite dhe nuk kalojnë të shkalla tjetër, sepse ka mbi vendosje. Personi që ka truallin tuaj me mbi vendosje, ka certifikatën, ju kur shkoni në gjyq, jeni duke shkuar në gjyq me një pronar tjetër, apo jeni me zyrat e shtetit? Me kë jeni në gjyq ju? Ne jemi në gjyq me pronar tjetër. Jeni me një pronar tjetër? Si sta dhe kryeministri, vetë me gojën e tij, tha që dikush ka sjellë certifikat pronësie. Pra ai është me certifikat pronësie. I cili s'është banor i Zvërnecit. I cili nuk është banor i Zvërnecit, nuk e di si e ka marrë atë certifikat. Pra, jemi në gjyq dhe gjyqin, siç ja tham, në shkallën e parë kemi fituar. Me këtë pronar? Po, me atë pronar. Po, me të njëjtin pronar. Dhe ai vepron me certifikatën e tij të pronësisë ku shkon ke investitori dhe juve nuk ju njihet shkalla e parë se duhet marrë vendim të formës së prerë në shkallën e dytë. Apo jo? Kjo është procedura. Tani. Një minutë. Dhe është rikthyer dosja 2 herë nga Tirana në Vlorë. Dhe gjendet në gjykatën e Vlorës. Të na falni se nuk e dim të mirë ato të ligjeve aty në Shqipëri, se jemi larguar shumë vete dhe ju i dini më mirë aty ato të ligjeve se si punojnë. Okej. Pastaj një tokë që është në gjykat, një tokë që është në gjykat, si mund, do me thënë, të bëhen veprime ndaj asaj toke, si mund të rrethohet, të shitet, të merren vendime. Si bëhet? Si ka mundësi, do me thënë,
mos e di shteti se ç'bëhet poshtë fundës vet. Shteti. Mos ta di. Po shteti pra, Mirë, qartë. si bëhet? Si shteti një tru. Ja si po i bëhet, po e shohim si po bëhet. Po të marrin ty zvarr. Të gjitha Është qartë. çudirat bëhen Tani, në Shqipëri. pra situata është këtu. Ndërkohë, ju keni shkuar përsëri në gjykat, kërkoni vendosjen e datës gjyqit tani, meqense çështja u bë e madhe dhe nuk mundet që të ketë të njëjtën sjellje, besoj, normalisht. Keni shkuar në gjykat? Ne shpresojmë, ju besoni, ne shpresojmë. Keni shkuar sërish në gjykat, Eduard, apo jo? Po si, vazhdon ligji, është procesi vazhdon. Procesi vazhdon. Mirë, qëndroni aty të bëjmë një diskutim në studio dhe na ndiqni pak në studio se besoj dëgjohemi. Karamusha nisim bashk përsëri. Apo mund të bëjmë dhe një diskutim juridik, por pra personi që ka mbi vendosje ka një certifikat dhe është paraqitur atje ku është paraqitur në tek investitorët. Këtu me të drejtë banorët thonë, or si ka mundësi që një tokë e cila është në proces gjyqësor, megjithëse s'ka marrë formë të prerë vendimi për ta, të mund të investohet mbi to. Në gjithë kaskadën e gjërave që kemi dëgjuar dhe analizuar. Që nga Vlora deri në Konispol ka 35 vjet është bërë një batërdi midis 7501-shit, pronarëve të rinj, kush e regjistron, mbi vendosja kjo ajo. Kemi pasur probleme të jashtëzakonshme pronësie ka nuk di se sa vite, mund të me 10 vjeçar, me dekadat të tëra, që zhvillohen gjyqe pafund. Futur këtu pastaj edhe legalizimet për shkak ndërtimeve pa leje dhe aty është bërë një mungesë e sigurisë juridike që një investitori huaj të vite të thotë, ore, kush është pronari, ti jap lekët, marr të pronë dhe ta zhvilloj. Është një sistem që i kemi krijuar vetë, makatar janë ata politikanë, që i kemi sot përballë, me ato ligje që kanë bërë, që nga 7501, që është një ligj nuk di çfarë është, dhe pastaj me këto të tjerat, por nga ana tjetër, kjo shfrytëzohet, pra mungesa e sigurisë juridike për të zhvilluar turizmin në këtë zona dhe për të investuar, zhvillohet nga fqinjet që sigurisht e kanë më të lehtë pastaj për të thithur këto investime në vendet e tyre. Dhe ka, domethënë, volumi i madh i çështjeve civile që ne kemi sot në Shqipëri, pjesën më të madhe e ka jugu, ose më mirë, pjesa e bregdetare nga Vlora deri në Sarandë. Dhe këto kanë mbi vendosje, këto kanë origjinë pronash të ndryshme, e pastaj fillojnë janë falsifikimet, ne kemi ujin e ftohtë në Vlorë. Të gjitha këto, ne i shikojmë kur na ndrohen 1-6 muaj drejtorët e kadastrave në Vlorë. Ai sa detyrohet qeveria shqiptare e përthith gjithë shërbimin e sjellën në Tiranë. S'merr njëri përsipër të firmos një letër, sepse e din backgroundin se çfarë ka mbrapa. Për mua, Spaku duhet kishte krijuar prej vitesh zyrë rajonale në Vlorë, vetëm për pronat. Zyrë rajonale. Në ka emergjencë kombëtare për të zhvilluar turizmin, se sa hetimi i origjinës së këtyre pronave është ajo. Të shkohet hetohet një task force e madhe. E bëri dikur qeveria, po e bërim dhe task forcat e veta, antikorrupsion që u quajtën në atë kohë. Po se tani i takon institucioneve drejtësisë, sidomos të krimit organizuar dhe të korrupsionit, të shkojnë, të ulen kremkryqe, të shikojnë një. Se kjo punë duhet marrë fund, sepse ky konflikt që është në Zvërnec është dhe në shumë zona të tjera. Mirë, Ture, debati ka ditë që ndodh arsyetimi i Ramës ka qenë gjykatat janë ato, shteti ka 3 dimensione, ka ekzekutivin, ka parlamentin, ka qeverin, pushteti i drejtësisë nuk varet nga unë. Unë jam kryeministër, do ta kuptoni që gjykatat nuk varen nga unë dhe gjykatat janë ato që janë dhe siç janë. Tani, për te kësaj analize ose qëndrimi, një qëndrim tjetër i tip politik është, në rast se, ashtu siç tha Karamuço, të gjitha dosjet që hapen për pakënaqësi ndaj pronës dhe për pretendime ndaj pronës, do të mund të trajtohen në mënyrë absolute, do të kërkonin shumë kohë, pra që të zgjidhen të gjitha. Kohë e cila ka ikur dhe ata kanë 13 vite që s'marrin dot datën e apelit kur do fillojë shqyrtimi. Dhe në këtë situatë sot, qeveria
i bie që ne të ndalojmë gjithë investimet, sepse në këtë paçavure e kemi çështjen e pronës, që vendosje mbi vendosje, nën vendosje dhe zhvendosje, ne nuk marrim dot kurrë përsipër që të ketë investitor strategjik. Këtë shkatrim patëm me tokën bujqësore, u copëzua, nuk bëm dot më kolektivizim strategjik bujqësor, tani e kemi me investimet e tjerë e tjerë. Nga pikpamja juridike, kjo le të themi rëmuj nye në këto çaste, si duhet kishte ndodhur, apo si duhet kishte ndodhur, apo duhet vionte? Sepse ti edhe i njeh familjet në Zvërnec. E njoh zonjën Sena Subashi, e kam thënë dhe herë të tjera maman e Eduardit. Kemi pasur guzhunjere në kampin e Zvërnecit për shumë vite. Po ajo që nuk kuptova unë sot, përveç kësaj se do ta them, është që ka një ndryshim nga qëndrimi që kanë fshatarët e Zvërnecit në Zvërnec kur takojnë kryeministrin, nga fshatarët e Zvërnecit në Greqi tani që kemi në live, sepse pyetjes tënde janë dakord me investimin. Sot i thanë që nuk e dim, të marrim pronën një herë pastaj do flasim. Kurse ata të Zvërnecit në Zvërnec nuk e dia tani kush, cila palë është ajo që përfaqëson realisht qëndrimin e të gjithë banorëve aty, apo kanë qëndrime të ndryshme. I thanë kryeministrit që ne jemi dakord për investimin. Që hapet edhe një tjetër paqartësi. Po këtë kur ti pyesësh po ti kesh sërish live. Aty janë. Megjithatë po dëgjojnë dhe ty, edhe Eduardi i biri i Senës, po. Tani të them këtë tjetrën që kryeministri arriti të bindte fshatarët e Zvërnecit në Zvërnec, që nuk ishte faji i tij që toka e këtyre është grabitur. Edhe ata i thoshin po, të drejtë ke ti. Nuk është faji yt, është faji ynë. Deri aty shkoi, domethënë. Po ideja është që fakti që kryeministri dhe ky mazhorancë bëri një reformë në drejtësi dhe treçerekun e gjyqtarëve jodhin në kosht të plerave, sigurisht ka një përgjegjësi të paktën për vonesën e gjyqeve. Atje në Vlorë për shkak të interesit të madh që kanë pronat në Bregdet, janë përfshirë edhe ish gjyqtar, ish drejtues të kadastrës, ish kryetar bashkish në të gjitha këto allizhverishe me pronat. Kështu që e vetmja gjë që do ta zgjidhte në këtë moment është që të çohet ndoshta edhe një trup gjyqtarësh ad hoc në Vlorë që të merren me këtë çështje, nëse e lejon ligji, besoj se mund të bëhet, se ndodh që nga një trup gjyqësore, nga apeli mund të shkojnë gjyqtarë që të përshpejtohet kjo gjë. Megjithëse kryeministrit intereson, edhe fshatarëve të Zvërnecit intereson që të zgjidhet ky konflikt, që në fund kush e ka pronën? E ka ai pronar që ka titullin e pronësisë në dorë, të rinovuar, ky që hiqet, ky që e ka të gjithën, një është, apo e kanë këta. Pra do duhet të përshpejtohet kjo gjë, sepse ose gjykata t'i japi një mas sigurie, që quhet mas sigurie e padis, dhe ta bllokojë komplet transakcionin edhe prona të bllokohet. Po në qoftë se këta nuk kanë sigurim pa dije dhe gjyqi vazhdon pa sigurim pa dije, Rama ligjërisht për fat të keq ka të drejtë të thotë që unë s'mund të bllokoj zhvillimin e pronës përderisa ju nuk keni sigurim pa dije. Por nga ana tjetër është gjithë përgjegjësia e mazhorancës që i hoqi dhe ata gjyqtarë që kishte, që ka lënë Shqipërinë pa gjyqtar, që këta jo 13 vjet, po dhe 33 të tjera, unë kam frikë se nuk do marrin përgjigje përfundimtare në këtë vend që nuk bëhen më gjyqje. Po dua ta sqarosh Grida këtë moment që pse fshatarët e Zvërnecit në Greqi më thonë që nuk e dim, ai nuk ja ku i ke drejt për drejt, po të dëgjojnë. Po pra Eduard si e? Unë dëgjova par dje fshatarët e Zvërnecit që i thanë kryeministrit neve duam të bëhet investimi dhe të marrim lekët. Ju tani po thoni të na njihet një herë prona, pastaj të shohim duam të bëhet investimi apo jo. Pra ka një qëndrim... Çfarë ndryshimi ka këtu, do me thënë, sipas jush, çfarë ndryshimi ka, do me thënë, që të na njihet prona përpara dhe të bëhet investimi pas, apo para investimi... Ka ndryshim, se ka ndryshim qëndrimi, jeni pro apo kundër investimit, se ne mendoam se deri më sot ju kemi mbështetur ju që jeni pro investimit. Ju tani po na thoni nuk e dim akoma. Të na jepen certifikatat përpara. Neve kërkojmë certifikatat e pronësisë, të marrim tokat tona, të pastrohet, të ikim mjegulla nga kjo çështje. Dhe pastaj do vendosim, që nga moment që kemi tokat tona, do vendosim për çështjen e investimit. Pra, ju nuk bini dakord me qëndrimin që mbajtën fshatarët e Zvërnecit përpara Edi Ramës që thanë ne jemi pro investimit. Nuk ishte asnjë fshatar, vetëm një kryeplak ishte atje. Po të tjerët ç'ishin? Me kë zotëri të studios, më falni. Zotëri të studios. Të shikojmë edhe të dëgjojmë qartë. Po, në takimin që u bën në Vlorë për vjetorin e Partisë Socialiste,
Brenda në zyrën e takimit nuk ishte asnjë fshatar nga Zvërneci, ishte vetëm kryeplaku i fshatit të Zvërnec, I cili nuk u la asnjë moment për të përgjigj, nuk u la asnjë moment. Ishin një tuf me njerëz që thoshin jam Balliu, jam Konomi. A, nuk jam fshatar të Zvërnecit ata, po çfarë mori Rama aty? Kush ishin ata? Kush ishin? Nga ishin? Nga ishin? Kush ishte? Ju po më pyesni mua. Po ju I njihni ata, se unë Eduardin jam. Edhe se Lazar, po të bën Faiku një pyetje. Zoti Lazar. Është interesante tani që thot ata që janë atje si jemi ne. Zoti Lazar. Kush është hequr si fshatar I Zvërnecit? Kam një pyetje. E para për qenë transparent edhe me publikun, do ishte mirë që edhe vendimi I gjykatës shkallës parë ta bënit publike dhe do ishte diçka më transparente që qytetarët ta kuptojnë që ju po zvarriteni vërtet për këtë çështje gjyqësore nga viti 2006. E dyta, Greqia, Athina apo Saloniku nuk e di nga Flisni, nga Vlora nuk është shumë larg dhe njoftimi për takim me banorët e Zvërnecit ka qenë një ditë ose 2 ditë përpara, duke qenë që ju keni një shqetësim kaq të madh. Ju besoj që duhet ishit interesuar të kishi së paku një përfaqësi aty për të ngretë gjithë shqetësimin, sepse është ngretë Shqipëria nga Londra, nga Amerika, e po vjen proteston në Tiranë për ju, që u troqët zvarë dhe një shfaqje skandaloze, ju duhet ta bëni kaq mundim edhe për treguar që jeni vërtet të interesuar, por edhe për qenë në mbështetje të mira atyre njerëzve që kanë dalë në protest për drejtat e tyre, por nisur nga incidenti që ka ndodhur në Zvërnec, edhe për të hedhur pak dritë mbi këto dokumenta, se vetëm nga pamja këtu ne nuk jemi në gjendje të kuptojmë se kush është e vërteta. Po ka dhe titri certifikat pronësie, pra. Po këtë po certifikata e pronësisë nuk ka filluar në të njëshin. Ata mund të kenë dokumenta që mund shkojnë. Po se di historim se ka ardhur. Po ti do të marrë Jo, pse ka ardhur, ka ardhur pa përgatitur. Fal, kush e di pronën, e din ata apo e dini ju? Po prona aty, kush e din? Po lëre të përgjigjet ai, pse do të përgjigjet ai? Certifikatë pronësisë. Do mos po vendos që unë po kërkoj transferim qytetari I cili nuk e njoh gjendjen. Unë pash atje një tuf me njerëz që pretendonin se ishin nga Zvërneci, kurse këta tani thon vetëm kryeplaku, ishte të tjerë. Po këta thon se kemi ne. Nuk ishte asnjë nga Zvërneci. Se kjo është skandal, skandalet. Kuptoj pse mërzitet zotëria. Kur ata duhet të jenë persona, ata nuk ishin të marrin vesh kush ishte. Kush ishte? Ishte kryeplaku I Zvërnecit. Nga Zvërneci ishte kryeplaku ata. Tani Faiku ertroi. Është bërë prej 2 ditësh se Faik thirrja, po. Po. Kush ishte më interesant? Mund të flas. Po. Ta që kishin lokale të qytetit. Po të shikoni mirë videon, zotëria që na pyeti kush ishte, më falni. Arjan Curri. Jo thot për këtë. Arjan Curri. Zoti Curri, nëse doni të mësoni se kush ishin, videon e keni aty dhe mund të shikoni fytyrë për fytyrë dhe të njihni se kush ishin ata aty. Dhe e dini shumë mirë se kush ishin. Mirë, se s'është gjyllimi ton të bëjmë. Mos bëja shumë, mos as duar. Zoti Curri, zonja Duma ka qenë në Zvërnec dhe I njeh shumë mirë Zvërneciotët, siç e ka deklaruar dhe ai më përpara. Mirë, po nuk do pretendoj të njohë 1500 banorë që mund të jenë pretendues tani. E thash, njoh juve, nuk njoh ata. Tani pyetja është kjo. Thoni mua kush janë ata? Tani Zoti Curri para disa ditëve ju dëgjova. Ata që I kishin atje në studio, ti kërkonin pasaportat, qofsh ishin nga Zvërneci ata që futën brenda. Pse si kërkua pasaportat? Mund të paraqitet kushdo dhe thotë jam nga Zvërneci. Po ato ashtu thonë ata. Paraqitet nga Zvërneci, tregoj pasaportin jam nga Zvërneci. Ashtu thënë pra, jemi nga Zvërneci thënë. Pra, shikoni në çfarë situate jeni. Keni qenë në Zvërneci, keni rënë në 50 dhe njihni shumicën e Zvërneciotëve. Ju njoh juve, po ata nuk I njoh. Nuk I njoh ata, pra kush janë ata? Zoti Moska ju e njihni që është nga Zvërneci? Ju prezantuan si Zvërneciot aty? I di shumë mirë kush janë ata ti. Kush janë ata? Nuk I njoh fare. Nuk I di. Pra janë, prit, Eduard, Lazar, më ndihmo pak, Lazar, më ndihmo. Eduardi dhe Lazarit më ndihmoj. Lazar, pyetja që bëri Faiku, me të drejtë tha, u bë lajmërimi që do të shkonte kryeministri atje, për këto prona dhe për këtë investim është ngritur shqiptarin në Londër dhe në Washington apo New York, dhe nuk shkuat ju nga Athina në fshatin tuaj që e keni kaq
të madhe problematikë. Ne vajtëm nga Atina në Zvërnec, është në Shqipëria. Ishim arsyeja ne që vajtëm në Zvërnec dhe ngrit di Shqipëria. Dhe atë mos e mohoni. Po ç'lidhje ka kjo? Zonja Duma. Doni të zgjidhni çështjen apo doni thjeshtësisht të thoni? Zonja Duma. Unë jam këtu që t'ju ndihmoj që ta zgjidhni ose të vendoset në ndërgjegjësim gjithë situata. Po, Lazar. Më thuaj. Po, duhet ju përgjigjem. Vërtet, na u bë thirrja për të shkuar për të takuar. Kjo është e vërtet. Po. Kjo thoni. Por fshati vendosi kur dëgjoj deklaratat e kryeministrit që unë njoh si pronar ata që kanë certifikat, duke dëgjuar kryeministrin të mbylli gjithë portat çështjen me këtë deklarat, ne s'kishim se të vinim të bizetonim. Sa do të bizetonim me kryeministrin? Ai e kishte vënë vulën në portë, se kishte mbyllur. Domethënë nuk kishim dyert të hapura dhe dritare të hapura për të bizetuar dhe të diskutonim me kryeministrin. Se policia e vajti të mbrojtë ata. Tani, më qartoni pak. Ju lutem. Është e vërtet, po ju përsëris. Është e vërtet që na lajmëruan për të vajtur për të takuar. Por duke dëgjuar deklaratat e kryeministrit, nuk kishim pse të vinim të takonim. Se s'kishim çfarë të diskutonim, do vinim të diskutonim si pronar të ligjshëm apo të paligjshëm. Si njerëz, si qytetarë shqiptarë që paguani taksat e një prone që nuk ju a jep regjistri hipotekor, dhe që jeni në një situatë që thoni në çdo moment edhe mua, edhe të ftuarve këtu kolegëve në studio i thoni e dini ju kush janë fshatarët, e di shteti se kush do ta zgjidh, por nga ana tjetër ju thoni s'kemi ç'flasim ata. Pra, në këtë kuptim duhet një lloj qartësimi, sepse sonte kemi një orë që gjithë Shqipëria mundësisht, po e them, po e generalizoj, po ju ndjek juve që keni qenë shkëndia e kësaj revolte, e cila nisi me problemin e pronës që ndoshta e ka gjithë Shqipëria si ju. Por atje nisi investime. Thënë këtë, patjetër ju do ta zgjidhni sepse së pari është interesi pronës tuaj. Së dyti është interesi i madh i pronës në Shqipëri. Por së pari është interesi pronës tuaj. Tani më sqaroni një gjë. Sa palë janë pretendente në Zvërnec? Jeni ju që keni një vendim shkallës parë që e dakordcoj me Faikun ta kishim dhe vendimin që të kuptonin emrin tjetër se ju nuk po e thoni vetë. Dhe nëse e keni vendimin e shkallës parë na i jepni, dhe elementi tjetër është jeni ju, është zotria që duket që ju nuk ja përmendni emrin dhe ka certifikat pronësie dhe ka shkuar me atë certifikat pronësie ja ka dhënë. Është falsifikatori. Është me atë certifikat pronësie ka shkuar dhe ka dhënë pronën në vendin tuaj pretendoni ju, dhe janë dhe disa të tjerë që kanë marrë pjesë tek takimi. Nuk e pretendojmë neve atë, zonja Duma. Nuk pretendojmë neve asgjë. Neve kemi thjesht pasuritë tona atje. Të cilat po na shkelen, nuk pretendojmë, nuk po kërkojmë diçka që nuk na takon. Eduard, kur ti shkon në gjykat, fatkeqësisht je pal pretenduese, prandaj quhesh kështu. Po. Më kupton, prandaj unë them pretendim. Je pal pretenduese, tani është një realitet shumë i keq. Nuk dua të them gjë tjetër se mund të kem fjalor tjetër. Por ky është fakti dhe fakti është që këto mbi vendosje pronash që kanë 20, 30 e ca vite që vazhdojnë në Shqipëri, duhen përballur dhe duhen zgjidhur. Dhe çështja është në këtë moment që dikush tjetër e ka një certifikat pronësie dhe ju sonte në Top Story dhe në Top Channel jeni për të ndërgjegjësuar që mos jo se jeni pretendent, po duke ju dhënë gjithë zëri mundshëm, duke konceptuar që jeni pronar, se për këtë ju e kemi sjell sonte. Se ju kemi sjell si pretendent. Tani, në këtë kuptim, ne mendojmë që japim zërin atyre që po luftojnë për pronën e vet. Dhe këtë po bëjmë. Në këtë kuptim, juve duhet ta vijoni këtë, le të themi, zinxhir hallkash për ta zgjidhur këtë hall, sepse nuk është i vogël prona. Patjetër. Apo jo? Patjetër. Prandaj duhet
nuk ka rëndësi se çfarë keni më për të thënë. Ju keni shumë për të thënë, për të shkuar dhe takime me kryeministrin dhe për të ardhur te audienca jonë sonte dhe për të bërë thirrje kush kanë qenë gjyqtarët, kush kanë qenë falsifikatorët, kush kanë qenë ata të kadastrës, se sot ju jeni dytuar për një kokë pra. Jeni ke prona juaj, çfarë do humni më? Në këtë situatë ne ju themi, pse s'shkonin në takim? Kjo ishte gjëja. Lazar, t'ja jap Arionit edhe vazhdojmë bisedën bashkë. Jo, prit. Zotrinj kanë ardhur përpara 8 ditësh me autobus nga Greqia, kanë bërë atë protestën dhe kanë ikur. Tani pse s'vin prapë për protesta? Ka që kishin një ditë, sa u bë e madhe dhe ikën, dhe tani janë thjesht spektator, kisha unë për pronën time do vija për ditë, do rije dhe protestoja aty, do vija edhe në Tiranë protestoja. Po e kërkojnë protestuesit. Jo, më fal. Pra, si po protestojnë tani këta për pronën e tyre? Pra, si po protestojnë tani këta për pronën e tyre? Nga Athina? Apo janë Tiranë? Po s'po protestojnë? Nuk kanë marrë pjesë më asnjë protestë. Po pra, kanë ardhur vetëm një ditë të Zotëri, protestë kur kanë protestuar. Zotëri, më dëgjoni. Po. Më dëgjoni. Në qofse doni të vim dhe në Tiranë të bashkojmë me ata 150.000 shqiptarë që po protestojnë në Tiranë, atëherë jemi të gatshëm të vim dhe ne. Dhe jemi gati. Edhe me ata jemi. Dhe jemi bashkë me gjithë shqiptarët e Shqipërisë, se kanë të njëjtin problem që nga Thethi deri në Borshë në Ksamil. E thash unë që kanë problem. Po ju keni ardhur vetëm një ditë dhe ikët kaq. Ikëm se kemi të familje, po të ndalojmë. Çfarë do bëjmë zotëri, dorim atje te gardi? Unë aty doria. Çfarë të bëjmë, të rim te gardi atë ditë? Gardi i shequr. Unë aty doria. Ka i gardi që shequr. Aty doria unë. Po do vim. Okej. Ata nuk e lëm atë me, aty do na gjesh. Po ka shtet, ka drejtësi. Mirë, nuk është problemi t'ju gjejmë ne. Çështja është që aty do na gjeni. Është ngritur. Si do bëjmë? Ne nuk kemi nevojë t'ju gjejmë, Lazar, ne ju kemi këtu. Ne ju kemi këtu edhe ju na gjetët edhe ne ju gjetëm. Po çështja është tani. Bravo, më duket se nuk është nuk është e drejtë ajo që tha zotëria. Nuk është e drejtë ajo që tha zotëria. Erdhët një ditë. E kalojmë atë se pak rëndësi ka është. Po të sqaroj në një diçka, më falni që po ju ndërpres, më falni me gjithë të zemër, më falni. Me gjithë zemër. Duhet të sqaroj një diçka. Neve as na pagoi njëri që erdhëm, as spionat e Greqisë, jo, mos u fusti fare aty, se kanë fare aty. Lazar, mos ja fut vetes atë fare. Mos ja fut vetes atë siklet fare, as të mbajnë krahët e tu, është e qartë fare, mos s'ke nevojë fare të futesh aty. Ç'do me thon kjo? As duhet justifikohesh, as duhet qartësohesh, janë krahët e tu që të mbajnë këtu, po diskutojmë për pronën në Shqipëri. Më është ngrirë pamja, ndoshta regjia, nëse do të ketë edhe një ndërhyrje të fundit nga Okej, ma jepni për një ndërhyrje të fundit se e kuptoj që ka një ngrirje. Po, fajke vjojmë bashkë këtë diskutim. Pra ajo që i themi ne është në këto momente është që përballja me faktin e mungesës së gjykimit, se s'po dua të bëjmë prap epitete të tjera, e mungesës së gjykimit dhe se si do të zgjidhet për ta, për hir të vërtetës qëndron, po e kam. Lazar, më thuaj një qëndrim të fundit. Por pa justifikime se s'dua fare të justifikoheni. Për asgjë. Më falni. Zonja Duma, mund të flasun të lutem? Po, mund ta mbyllni ju. Unë jam këtu të shpreh indinjatën time për neve femra, se neve ishim protestueset. Mamaja ime me shumë mama të tjera ishin organizatorët që neve na organizuan për të vajtur për të protestuar. Pan gardin atje me hek. Prap ndërpritet. E vjojmë në studio. Unë nuk kuptova përse duhet irritoheshin kur ne kërkonim thjesht transparencë dhe kjo transparencë do t'i shërbente kauzës atyre. E kuptojnë ata, po janë në një situatë që është e ngarkuar. Nuk e lexoj dot kështu unë, sepse prej 9 ditësh është ngarkuar gjithë Shqipëria dhe njerëz të cilët kanë interesin më të madh në gjithë të ngarkesë janë këto të nderuar, të cilët
duhet ishin prezent dhe duhet ishin afër pronës tyre, afër njerëzve që po i mbështesin dhe me thënë drejtën edhe i kanë kërkuar për të qenë në protestë dhe për dalë ata të cilët ishin gota që u derdh. Pika që derdhi gotën e madhe të Pika që derdhi gotën e madhe ishte pikërisht zotëria Subashi që u tërhoq zvarr në atë lloj mënyre skandaloze. Kështu që unë kërkova për të bërë një transparencë vetëm për të qenë fair me qytetarët dhe me ato që na ndjekin dhe nuk kam asnjë lloj interesi për te kësaj. Sigurisht. Arsyeja që unë kërkova... Interesi që ke është kur i vendos çështjes publike fytyrën tonë dhe FAX-it ne të gjithë. Në fakt jemi në gjykimin e kujtdo, në këtë moment ku gjakrat janë të nxehtë dhe emocionet janë të tilla që s'janë gjithmonë të arsyeshme, le të jemi të qartë tu, secili nga ne është duke mbajtur një peshë caktuar, por nuk ka nevojë fare as themi e kam dhe një herë zojën, ta lëm, ta respektojmë zojën, ta mbaroj, se do na ndërpritet prapë. Po, vijojeni. Po, jam këtu për të shprehur indinjatën e mamas time që ishte 73 vjeç dhe ishte sëmur, ishte me gjilpëra. Jam këtu për të shprehur indinjatën e gjithë grave që ishim në protest. Ishin 2 autobuza, ato Ato kanë qenë pjesë e protestës atje. I marrin, më thotë regjia që i marrin të gjithë njerëzit në telefon se shikojnë në televizor. Dhe nuk e kuptojnë që i bllokojnë linjën ndërkohë që ata flasin. Pra, FAIK, ajo që na takon neve tani, që nuk jemi thjesht pronarët, po jemi këtu për pronësin e publike si e drejt, është ky qartësim. Aty ka një pronar që ka një certifikat, ata kanë certifikatën e hershme dhe shkallën e parë. Diskutimi madh do të vijoj jo vetëm aty, po kudo. Ajo është një pronë me zë të madh, se ka marrë zë global si pronë, po jam e bindur që këtë tilla investime në për Shqipëri me mbivendosje janë kudo, ndoshta dhe në pallatet zakonshme, dhe në godinat zakonshme, dhe në industrit zakonshme, dhe në zona me qera, dhe në zona pa qera. Po njëta histori është ku pronari vjetër shfaqet aty, mbivendosja është aty, regjistrimi pronës mbetet po problem. Nga ana tjetër, Sulo, do të drejtohem ty si pjesë e opozitarizmit në këtë studio. Me të vërtet, në rast se do të konsiderojmë skenarin që jo për Zvërnecën, se për atë do të merret një vendim, se para se ta mbyll, do t'ishte sa e mundur, sa eficiente të ndaloje të gjitha format e investimit, apo zhvillimit, apo këmbimit të privatës, aty është në nivel privatësh, aty është shteti. Pra aty shteti miraton ose jo lejen, shteti do ta gjykojmë për lejen. Shteti ka për gjithë ato. Po. Tu është problemi. Sepse? Shteti ka për gjithë ato, sepse shteti e Edi Ramës, ata e thanë shumë bukur, hipoteka e Edi Ramës i ka thënë që Zvërneci është i bllokuar. Ai ka certifikatën e pronësisë. Certifikat tjetër pronësie, që e ka marrë me 7501, 2 fish grabitje, dhe e ka marrë dhe e ka ndarë fshatçe quhet në gjithë Shqipërinë. Pra, unë si familje kisha 5 vetë, për të mos krijuar probleme me fshatarët e tjerë, kur ke qenë kooperativë bujqësore, shkoje te tokat e të parëve tu. Pra kjo quhet fshatçe. Brenda fshatit secilit fshat, është e njohur kjo në Shqipëri. Dhe 2 fish, një nga trashëgimia, 2 nga kooperativa. Del një tjetër, po i pari ka dalë shteti i Edi Ramës, ndoshta dhe i Berishës, që s'ja ka kthyer. Dhe i ka thënë që e bllokuar. Pse? Se zonat më të mira kanë qenë bllokuara. Janë bërë allish Berishet dhe janë regjistruar ata që nuk e kanë. Dhe këta janë të bivendosur. Dhe ky shkon ja jep Trumpit. E kuptoni çka ka bërë ky? Ky do të sjellë Trumpi në Shqipëri me tokat grabitura. Fal, po këtë 7000% e ka bërë Berisha. Po pra ta thash Berisha, dëgjon mirë, se dëgjon mirë. Se ti ma fare, ti kërkon transparencë fshatarëve, kur gjithë Shqipëria po i kërkon transparencë Ramës. E kupton se madhi ti apo jo? Po s'ka gjë i madh. E pra, po pra, aty e pronarëve tokës. E kupton ç'a je ti apo jo? E kupton ç'a sa i madhi ti? E keqja ime është jam më i vogël se ti. Ramës i thot gjithë Shqipëria na bëj transparencën ku çfarë na ke bërë këtë lëmsh. Ti thua pronarët tani dili, thot. Pronarëvi dil më jep dokumentet. Ai të jep dokumentet. Jo, transparencë. Po pra, transparencë. Transparencë ku qeverisë o zotri. Jo aty që ka grabitur. Jo, zotri, ky është pronari i tokës i pretenduar dhe i kërkova një vetëm gjykate që kanë marrë në 2013. Po pra, po. Ai e ka marrë 91. Mirë. Zondi apo jo? Nuk po ja grabis, nuk po i thësh ka drejtë. Nëse e kam zonjën ende, e kam? Grida toka. Është lidhur dot? Është perle, kupton? Toka aty ka qenë e Frashërllinjve, Abdyl Frashërit. Po. Është shitur.
te një pjesë e tokës. Edhe Artur Shehu, që zotri nuk e thonë edhe që ka tokë aty nga të partë e vetë, sepse ka pas të parët të dërguarit sultan që mblithe taksat në atë zonë. Kanë edhe të tjerë, fiset të tjera. Kanë marrë edhe gjukatës, kanë marrë dhe deputet dhe të tjera është bërë. Por, që ka ndodhur? Me anë të sistemit të korruptuar të gjukatëve, me anë të sistemit korruptuar të kadastrës, ajo tokë ishtë marrë këtyre, që e kanë me 7.501 dhe është kaluar në dorë të atyre pronarve. Tani, si vete shkon t'i ndërton, jep leje zhvillimi AZT-ja në tokë me paqartësi juridike të shkallës lartë, që është në gjyq, sot është në gjyq, minimumi, nuk është as kuj toka, do t'a vendosë gjukata, ti jep leje zhvillimi AZT. Toka është në spak, ngrihen llogarit e tokës, ngrihet llogaria, deri ato, ai çmimi i tokës $195 milion është ngrirë. Ndërkohë që Sulo, ai jep projektin. Tani, ndërkohë që ne kemi vendosur pronarët. Dhe Rama thot, s'kam çat bëj unë. Prit. Si s'ka çat bëj? Po kush e ka dhënë certifikat? Kush e ka bllokuar Zvërnecin? Si shteti jep firmën e vet, ja jep firmat e tjetrit dhe thot s'kam çat bëj. Del zot firmës vet. Ti duhet i dalësh zot firmës vet. Dhe disa të tjerëve që më shkruajnë mua tani në telefon, pa fund mesazhe që janë të tjerë që thonë nuk e dia bëhet fjalë për të njëjtën ngastër apo të njëjtën territor, nuk mund ta di këtë. Është shumë e gjerë dhe shumë e komplikuar me shumë mbivendosje. Avokat të ndryshëm që paraqiten në gjykat më qartësojnë ndryshe, unë nuk kam ndërmend t'i lexoj, sepse duhet në një farë mënyrë të konfirmoj dhe situata... Ka që historia, ti s'bën dot investim të madh kur ke paqartësi juridike, kur tokën e ke të dyshim, të kaq. Po, vetëm se, mbani parasysh një gjë, dhe ti e di shumë, aty diskutimi madh është pse u vu Gardhi. Por nga ana tjetër, që është diskutimi që akoma nuk është qartësuar me çfarë drejtë është vënë Gardhi. Kush guxoi të vendoste Gardhin? Kjo është. Por nga ana tjetër të vendosësh që një territor caktuar urban nëse do ta zhvillosh të hysh në draft projekt, kjo bëhet për çdo zonë që do të marrë zhvillim ose jo, studiohet zona me kriteret ose jo dhe pastaj diskutohet. Pra që nuk dua fare të shkoj ke logjika se çfarë ka ndodhur realisht në Zvërnec. Se ndaj me ty një gjë këtu, që këtu transparencë nuk ka. Se kush guxoi që të vendoste Gardhin, aty tregohet që forca e fortit është aty. Kjo nuk ka diskutim. Por që nga ana tjetër ti të vendosësh një draft projekt në kuptimin se si mund të zhvillohet një pronë dhe pa shqyrtuar çështjen e certifikatet pronësisë, kjo është normalitet. Po dakord, bëj hapat pastaj qartësohet. Po. Kjo ke hapat, po diskutojmë ne. Në shteti thotë që hapat nuk janë bërë, por ndërkohë nuk është transparent deri në fund çfarë është bërë. Ata thonë që ne pretendojmë pronën prej kaq viteve. Po. Zonjë, ma thuaj fjalit e fundit. Po, do ta them tani, jemi shumë të indinjuara ne femrat, ishim në protesta se na akuzuan për agente greke, për agentura. Unë besoj se agentë shqiptar janë ata që dalin në studjet tuaja dhe bëjnë atë vetarët, ne jemi ma vetarë se ata. Jemi shumë kush është agent? Kush është agent? Prit tani, kush është agent? Se mediat greke thanë që janë minoritet grek. Janë agent, ju jeni me komësi shqiptare dhe shtetësi greke, apo komësi greke e shtetësi shqiptare? Të lutem. Mirë. Si? Unë po pyes more, nuk i bëm ne, ajo thot na bëm spion grek, nuk i bëm ne. Nuk flas për juve aty, nuk flas për juve në këtë moment, flas gjithësi këto ditë, çfarë është folur për neve. Mamaja ime, vjetë e poshtëruar, disë më thot, kush janë ata, më thot mua, meri emra ti bëjmë denoncim. Kuptoni? Neve jemi shumë të prekura nga kjo gjendje. Neve... Mirë, më ndëpritet shumë herë, nuk di si quhet zonja Eduard, më dëgjon, Lazar, më dëgjoni? Mirë, vazhdoni vetëm zërin. Vazhdoni vetëm me zërin që mos ju ndërpres. Po. Dhe ne jemi shumë të indinjuara, neve mama tona i organizuan çuna dhe çunat e morën shumë seriozisht të gjë, se pantelin atje me gjëmba, pan të rrethuar. Qartë. Edhe na thanë që duhet të vemi kush janë këta, ku e gjejnë këtë guximin që neve na vinë në fshat dhe na marrin tokat. Kush janë këta, kush shihen mbas këtyre? Okej. Është e qartë fare. Dëgjojmë? Po, ju dëgjoj edhe... Dhe dua t'i bëj një pyetje. S'kam kohë, për pyetje. Po, ngrijo e qeveris, po. Që kishin kaq shumë fuqi, që kishin më shumë fuqi se policia e shtetit. Mund të na kthej përgjigje qeveria, kush ishin ata gangsterat
që të roqi këtë djalë. Absolutisht po. Është shëmbullor, është djalë. Absolutisht po. Aty duhet kthej përgjigje. Unë isha në brinjë të thive kur kam parë që të roqi zvar, pësova nuk dija çfarë si të veproja. Ulëria se kisha frikë se mos i bëni gjë. Se ata ishin që të gjithë njëri më i rrezikshëm se tjetri. Kush ishin këta? Mund të na kthej përgjigje qeveria. Absolutisht duhet ta kthej përgjigjen e duhet se policia e shtetit. Absolute, po. Duhet ketë përgjegjësi ligjore, duhet shfaqet transparencë për ata kush e vendosi gardhin atje dhe pse u vendos gardhin në rast se qeveria thotë që s'ka një miratuar ende një projekt e plot të tjera. Edhe pse policia kthen kurrizin dhe nuk arrin policia doja Duma na dha këtë përshtypje që kishte frikë të vepronte. Këtë përshtypje na dha neve protestantëve. Duket. Falenderoj gjithë shqiptarët, anë ban vendit për këtë përkrahje. Dhe njerëzve në rjoll, dhe njerëzve në thet që i ndodhi ajo gjë, ishin dhanë të ardhurat e tyre për të investuar dhe na bëhet kjo gjë në Shqipëri. Neve nuk e meritojmë në shqiptarët. Ne me shqiptarët jemi njerëz të zgjuar, jemi njerëz punëtor. Pse mos të investojmë neve në Shqipëri? Duhet të na investojnë njerëzit e huaj. Pse mos të kthehemi neve në vendin tonë? Kur neve kemi tokat e stërgjyshëm dhe tanë. Unë uroj që të ktheheni dhe të investoni në fakt. Si do kthehemi kur nuk na jepet e drejta, kur na grabisin tokat tona, si do kthehemi? Mirë, të falenderoj dhe kam kaluar shumë kohën, më mirë kuptoni, tashmë ka një qartësi për juve, për proceset gjyqësore që keni kaluar, për... Jemi shumë falenderus lëvizjes bashkë që erdhi aty dhe na ndihmoi dhe na përkrahej, gjithë ata çunat, gjithë vajzat e tjera që na përkrahën dhe jemi shumë mirënjohës. Se ishin të vetmit që na përkrahën. Dhe mediat... Dhe mediat kombëtare nuk ishte asnjë aty përveç telefonave të atyre vajzave dhe çunave që mirnin që xhironin. Po mos ishin ata, neve nuk do dëgjohesh. Rof Shqipëria. Mirë, ju falenderoj. Do shkojmë në hapësirë publicitare. Në pjesën e dytë do të kemi një tjetër ekskluzive. Sa i përket përmasës në të cilën ka shkuar nga çështja e Zvërnecit dhe pronave tek shumë më tepër protest në sheshin kryesor të Tiranës dhe të Shqipërisë, në mirat që janë radhitur atje për ditën e 9 dhe për të gjitha skenaret që mund të lexohen nga kjo protest, e madje do të kemi në një lidhje ekskluzive drejt për drejt një ish ekspert të sigurisë, një ish, le të themi, pjesëtar të CIA-s amerikane që ka shkruar për realitetin shqiptar, një analizë e cila duket që ka nevojë për më shumë thellim dhe unë uroj ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë, ndërsa regjia ka qenë gjatë ditës sot pjesa tjetër e Top Storyt në komunikim për ta pasur në këtë ekskluzive.